Presidenti serb Aleksandar Vučić ka siguruar qytetarët se Serbia nuk rrezikon probleme me furnizimin me gaz natyror, të paktën deri në periudhën e verës. Në një intervistë për televizionin Pink, ai njoftoi se Beogradi është pranë nënshkrimit të një kontrate të re afatshkurtër me Rusinë, e cila do të sigurojë sasi dhe çmime të favorshme për ekonominë dhe konsumatorët. Kontrata aktuale ka skaduar në muajin maj, por Serbia mbetet plotësisht e varur nga importi i gazit rus dhe marrëveshja e re shesi jetike për stabilitetin energjetik të vendit. Vučić e konsideroi lajm të mirë dhe vendimin e Shteteve të Bashkuara për të zgjatur deri më 26 prill 2025 licencën për kompaninë ruse Lukoil, e cila operon me 112 pika karburanti në Serbi. Kjo do të thotë se kompania mund të vazhdojë aktivitetin normal duke importuar derivate nafte dhe duke shmangur ndërprerjen e funksionimit. Megjithatë, situata mbetet e ndërlekuar në sektorin e naftës, që prej 9 tetorit SBA ka vendosur sanksione ndaj industrisë së naftës së Serbisë për shkak të aksionet e saj kontrollohen kryesisht nga Rusia. Si pasojë ndalimit të importeve të naftës së papërpunuara, rafineria e Nisit u detyrua të pezullojë aktivitetin me 2 dhjetor, duke ngritur pikpyetje mbi furnizimin e mëtejshëm të tregut. Vučić tha se Serbia është e sigurt me furnizimin me derivate deri në 15 janar, por pas kësaj periudhe situata mbetet e pasigurt, duke vënë në varësi të vendimeve ndërkombëtare dhe zhvillimin gjeopolitik.